العلم تاج ونبراس لصاحبه يرقى به سلم الأمجاد والرتب وإن خلا المرء من علم ومعرفة فما يفيد جمال الوجه واللقب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العليم الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الثناء الحسن. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, vetëm atë falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë ja dërgojmë të dashmurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu I cili na ka mundësuar që të arrijmë deri në këtë pikë të mësimit tonë në vazhdimin e shpjegimit të librit të dobishëm me të cilën jemi duke jetuar që një kohë dhe sonte inshallah me lejen Allahu Gjelle Gjelaluhu kemi arritur të themi te tema e fundit e kapitullit të parë të këtij libri. Përderisa Hoxha ka përfshirë shumë tema me të cilët në këtë kapitull kishin të bëjnë në rëndësinë e shërimit të zemrës së muslimanëve nga sëmundja e rrezikshme e cila prish moralin e muslimanëve, ajo është gibeti dhe përgojimi. Padyshim se çdo libër e cila shkruhet ajo e përmban një temë të madhe kryesore, e pastaj kapitujt të cilët vendosen në atë libër, kapitulli o vëllezër përmban një temë të madhe të caktuar për të cilën autori do të fletë në atë temë, edhe do të sjellë argumente, e pastaj ka nën kapituj disa si tituj të cilët gjenden në ato kapituj që e shpjegojnë atë temë apo në atë titull e cila është vendosur në atë kapitull. Pra Hoxha filloi kapitullin e parë, nëse e mbani mend, kur I kushtoi rëndësi angazhimit me vetveten edhe moralit të bukur të mirë në sjelljen me të tjerët, edhe se besimtari duhet të jetë ai I cili e ruan zemrën e tij, e ruan gjuhën e tij, që mos ta njollos me sëmundjen e përgojimit e që të I përgojon të tjerët e pastaj ai të prish zemrën e tij, të prish moralin e tij. Pastaj shumë prej kapitujve, për të cilët janë si nën kapituj, të themi kapitulli I parë më së shumti ja kushtoi Hoxha, o vëllezër, kësaj sëmundje, ku kaluam shumë tema të cilët kishin të bëjnë me çështjen e sëmundjes së gibetit dhe përgojimit, si të I largohemi, si mos të cenojmë derin e muslimanëve, si të pastrojsh gjuhën e kështu me radhë, derisa vjen tema e fundit, pra me të cilën përfundon ky kapitull, edhe ajo është kejfe takhallusu min da'il ghibe, si të shpëtojmë nga sëmundja e përgojimit. Padyshim se Hoxha këtu ka sjellur o vëllezër disa pika, të cilët janë shumë kryesore, që dhe I ka prekur dhe më herët dhe në shpjeguna dhe kalojmë blic në këto pika, por kam dëshirë që të I shënoni këta pika se me të vërtet këtu vetëm I ka cekur pikat të cilët janë pika shëruse
edhe shpëtuese nga kjo sëmundje e cila nuk shpëton shoqëri dhe nuk shpëton njeri, për të cilën zhytet në këtë sëmundje e cila i kanoset çdo individi dhe çdo shoqërie. E kjo është sëmundja e gibetit. Mu për atë dietarët kanë folur, kanë ardhur argumente të Kur'anit të Allahu xhelle xhelaluhu, të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shpjegimi i dietarëve në këtë pikë, për arsye se kjo është një moral dhe një cilësi e cila nuk është e pandar nga njeriu. Ai mundet ta largon këtë vezë dhe këtë moral, këtë sjellje, këtë cilësi të keqe të cilën e posedon njeriu. Për atë se cili telefonat i keni me vete, mundni që të i vendosni pikat se cilën pikë, për të cilën janë shkaqe, të cilët ato të futin në gibet edhe të shtijen në gibet. Si të shpëtojmë nga këto, si të i kurojmë këto shkaqe dhe këto sëmundje, këto pika, të cilët ato janë shkak për të futur në këtë sëmundje. E hoxha pastaj fillon që të i cek ato vëllezër duke na treguar në fillim të titullit kur tha se ky është një moral i keq i cili është në prezencën e njerëzve. Dhe se sikur mos të kishte qenë se morali dhe sjellja e njeriu të ndryshon, duke u munduar njeriu që ta kuron ato, ta pastron ato, ta avancon ato, ta përmirëson ato, atëherë nuk do të kishte qenë urdhni sheriatik për ta ndryshuar dhe për ta u larguar nga morali i keq, për ta braktisur moralin e ullët dhe të papranuar, edhe për të ustolisur me moralin e bukur dhe të vërtetshëm. Cilësia e cila njeriu e ka këtë sjellje nuk është cilësi e pandar që nuk mundet ta përmirëson. Padyshim se morali, sjellja e njeriu të ndryshon dhe ai duhet ato ta kuron e ta përmirëson në ato më të mirën, ashtu sikur që Allahu xhelle xhelaluhu na ka urdhëruar që të na të adaptohemi dhe ta mësojmë vetveten tonë në atë moralin më të mirë dhe më të vërtetshëm. Për arsye se Allahu xhelle xhelaluhu tha la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Nuk e ngarkon Allahu xhelle xhelaluhu asnjë nefs, asnjë njeri për te mundësisë së tij. Pra ngarkesa dhe detyra është sipas mundësisë që është. Argumentet të cilat janë, shpjegimet të cilat janë, derset dhe ligjëratat janë për ta kuruar këtë sëmundje dhe për ta përmirësuar këtë moral dhe këtë sjellje në mesin tonë. Mu për ato vëllezër, çështja është se Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an nuk ishte thonë se ai i cili e pastron shpirtin e tij, vetveten e tij, do të fiton dhe ai i cili e ka ndytur dhe njollosur do të humb. Por shkak se njeriu është ai i cili i tërheq ato të këqija të cilat ngjiten ndoshta, të cilat janë smuje të zemrës dhe prishje të moralit të njeriu. E ajo e cila i thith dhe i bën gjitha ato pasoja është shpirti i njeriu, zemra e njeriu, e pastraj dhe fiziku i njeriu. Tha Allahu xhelle xhelaluhu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka fituar dhe ka shpëtuar ai i cili e ka pastruar shpirtin e tij, nefsin e tij, vetveten e tij, dhe ka dështuar, e ka humbur ai i cili e ka njollosur nefsin e tij, vetveten e tij dhe shpirtin e tij. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith me të cilën e ka nxjerrur Khatib al-Baghdadiu në tarihun e tij, që Sheikh Albani rahimullah e bën të mirë hadithin, edhe pse në këtë hadith ka fjalë mirë po nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke na treguar diçka interesant, se njeriu e merr mësimin dhe moralin duke bërë sabër, duke u adaptuar dhe duke mësuar. Tha pejgamberi sallam innamal ilmu bit-ta'allum, dituria merret duke mësuar. Askush nuk lind i ditur direkt të din. Përveç të na ndodh që mos të dëshirojmë të mësojmë dhe dëshirojmë të dimë, e kjo ndodh të na. Por normal, pejgamberi Allahut ka thonë innamal ilmu bit-ta'allum, dituria merret duke mësuar. Wa innamal hilmu bit-tahallum, dhe butësia merret duke ushtruar butësinë. Duke e adaptuar nefsin tonë, vetveten tonë për në butësi, për ta marrë këtë sjellje të bukur dhe të mirë. E pastaj tha wa man yataharra al-khayra yu'ta. Kushdo i cili
e kërkon të mirën, i jepet e mira. Wa man yatawaqqa ash-sharra yuwaqqa, e kushdo i cili mundohet që të mbrohet nga sherri, ja mundson Allahu xhela xhelalu që të mbrohet nga sherri. Ai shpirti i cili e kërkon të mirën, do t'ja dhuron Allahu xhela xhelalu. Ai i cili mundohet që të i ruhet sherrit, do t'ja dhuron Allahu xhela xhelalu dhe do t'ja mundson që të ruhet dhe të mbrohet dhe do t'ja largon të keqen dhe sherrin nga ai. Sikur që hadithi ka kaluar dhe më herët i Ebu Dharrit radhiyallahu anhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha afdalul jihadi jihadu, apo afdalul jihadi an tujahid nafsaka wa hawaka fi dhati Allahi azza wa jall. Tha lufta më e virtytshme, tha është lufta e cila e lufton nefsin tan dhe tekat e tua, epshin tan për hir të Allahu xhela xhelaluhu. Nefsi është i tillë, e dëshiron gibetin, e dëshiron kënaqësinë, vet epshi të ngren që ti të shkojsh ndoshta në ato të dëfruarat. Epshi është i tillë, epshi dëshiron, nefsi dëshiron, ato dëshirat janë të tilla që të folish për dikan, ta bësh gibet dikan, ta përgojosh dikan, por ta luftosh këto është vështirë. Edhe se padyshim se lufta më e vështirë dhe më e rëndë është njeriu ndoshta i bën shumë tjera, apo ndoshta i lën shumë harame të cilët janë shumë më të vështira, po çështjen e gjuhës e ka problem. Dhe më për atë, autori e sjell për këtë hadith duke na treguar se duhet të mundohet njeriu për arsye se është shumë e vështirë ta luftojsh epshin e fjalës dhe të gjuhës, ku aja të shtin ndoshta në ato më të ultat dhe më të irrituarat. Dhe prej këtyre o vëllezër është që na të shërojmë dhe të kurojmë këtë sëmundje nga vetveta jonë. Kjo është mësimi i fundit që na ta marrëmi këtë mësim me këto pika të rëndësishme, e që të largohemi një herit e përgjithmonë nga kjo sëmundje e cila vazhdimisht neve na kanoset në shtëpinë tonë, në mezhliset tona, në tubimin tonë. Për arsye se o vëllezër, njeri është ai i cili gjithherë mundohet që një smuje ta largon dhe ta kuron e ta shëron me diçka. Kur e godet ndonjë smuje, ai i shikon cilat janë ata shkaqet, prej nga jam smur, edhe nëse shkon te mjeku shikon se cila është shkaku që ti je smur, që të i dhuron ato ilaçe dhe ato barna për ta eliminuar atë sëmundje. E më përat, pikën më kryesore vëllezër, për të cilën e ceku hoxha këtu e shkruani ilajul asbab allati tufdi ila al-ghiba. Shërimi dhe kurimi i atyre shkaqeve të cilët të shtin në gibet. Si të shërosh ato shkaqe, cilët janë ato nën pika me të cilët janë shkak që të fut ty në gibet. Për arsye se është e njohur që për të e shuruar sëmundjen duhet që të i sulmojsh shkaqet që e bin sëmundjen dhe që e sjellin sëmundjen. E hoxha i vendosi një 6-9 pika këtu, mbo një mend, pika e parë që e shtin njeriu që të përgojon, tha është hasedi, zilia dhe smira. Nga hasedi që e ka, nga zilia që e ka për dikant, fillon që të fol për dikant. Ajo është e cila e shtin njeriu që të shfryhet nga e keqja që e ka kapur në zemrën e tij për dikant dhe i flet për ato dhe nuk ka të ndalur për to. Pse se i dhem atij diçka brenda dhe ai vazhdimisht mundohet që ato ta përgojon. Pra e shëron këtë sëmundje kur e din se diçka ta ka kapur brenda një hakmarrje, ta ka kapluar zemrën dhe don të shfryhesh dhe nuk ndalesh duke folur keq për to apo duke e përgojuar ato. Pika tjetër, vëllezër, pika e dytë, apo nën pika e dytë të themi është si shkak e cila të futin në gibet, el mujamala. Është pajtueshmëria me atë i cili përgojon. Ulja, pajtueshmëria duke ja bërë qefin atij i cili është prezencë që bën gibet. Dhe kjo është njëra nga shkaqet që të fut në gibet, të shtin në gibet. Pse ki hatër që mos t'ja prishish atij i cili bën gibet, e pastaj dhe ti nga dal futesh në përgojim zbashku me to. Dhe padyshim se shërimi i kësaj pike është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilën transmeton Ibn Hibban nga Aisha radhiyallahu anha, e cila tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë:
Men arda Allaha bi sakhatin nasi kafahu Allahu an-nas. Kushdo i cili e kënaqë Allahun xhel xhelaluhu dhe mundohet ta pajton Allahun xhel xhelaluhu, po edhe nëse hidhrohen njerëzit, edhe nëse nervozohen njerëzit, edhe nëse u thehet qefi njerëzve, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu xhel xhelaluhu do ta mjafton atë njeri nga njerëzit. Ai do të jetë mjaftuesi i tij, ai do ta mbron ato. E pastaj tha, wa man askhata Allah bi ridan nas wakkalahu Allahu ila an-nas. Kushdo i cili e hidhron Allahun xhelle xhelaluhu për shkak që të i kënaq njerëzit, tha do ta mbështet Allahu xhelle xhelaluhu të njerëzit, do ta lën ato në dorën e njerëzve. Aja i cili për fat keq na gjithherë mundohemi si, do shta që mos t'ja prishish si ti kënaqësh njerëzit, ti pajtosh njerëzit, mos e do më thonë kështu, mos e do më thonë ashtu, mos na thonë ashtu, mos na thonë kështu, ndoshta harron dhe bin në mëkat, apo dhe e hidhron Allahun xhel xhelalu, vetëm që të bish në pajtim që ti t'ja u bësh qefin njerëzve, në fakt pastaj Allahu xhel xhelaluhu të lën e të dërzon të njerëzit. Njerëzit sot të dojnë, nesër të shojnë. Sot të ngrej, nesër të ulin. Të njerëzit prej momentit në moment ndryshojnë gjendja e tyre. Pra të kënaqë Allahun krijuesin mundohu që të kënaqësh atë, edhe pse ndoshta edhe i afërmit të idhnohet, edhe pse ndoshta edhe ndonjë familjes të idhrohet, por aty ku është kënaqësia, Allahu dije se ajo është afatgjatja dhe kënaqësia që ta kënaq shpirtin, dhe Allahu xhel xhelalu do të mbron dhe ai është që do të mjafton nga njerëzit. Pika 3, iradatul mughtabi an yamdah nafsuhu. Kjo nën pika e cila gjithashtu të shtin që të përgojosh dikondin, mbani mend të vëllezër. Këto e me të vërtet pika shumë të rëndësishme, që hoxha i ka përmbledhur në këtë tep. Tha është dëshira që ta livdron vetveten e tij. Pikë që të fut në gibet dhe në përgojim është dëshira e njerit kur don ta livdron vetveten e tij, fillon që ta shon dikant, ta nënçmon dikant, pse që ky ta ngren vetveten e tij. Filoni ai s'merr vesh, ai nuk kupton, ky tjetri s'lexon, ai merret vetëm me dunjë, ky kështu punon për dunjë, ai tjetri s'intereson për din. Në fakt dëshiron që ky duke fol për gjithë të tjerët ta ngren vetveten e tij, e kjo është një shkak e cila e fut ato në gibet dhe në përgojim të tjerëve. Pika e 4, tha el mizah. Kjo është ajo e cila ndoshta më shumti që bjen njeriu në përgojimin e dikuja është shakaja. Nëpërmjet shakas, duke bërë shaka me dikant, e nënvlerëson, e nënçmon ato, apo duke emituar veprat e dikuja për të qeshur të tjerët, edhe ai futet në përgojim dhe në gibet. E përgojon dikondin në formën e shakas, që të keshin të tjerët, emitimit e veprës e kështu me radhë, edhe kjo pra dietarët e vëllezër në këtë pikë pra kanë folur dhe kanë ndaluar që të jetë shakaja, që ta nënçmosh një vëllavin tanë musliman, apo të jetë ndonjë emitim të veprës me të cilën prish zemrën e tij, edhe ti nëpërmjet shakas po nkesh duke bë hajgara, në fakt ja copton nderin e tij. Pra tha Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah, li sahibun laysa yakhlu lisanuhu an jirahi yajidu tamziqa irdi ala sabil al-mizahi. E kam një shok, tha, i cili nuk pushon gjuha e tij duke më plagosur mua, aq fort din që të ma copton derin tim nëpërmjet rrugës së shakas dhe hajgarës duke bo. Nëpërmjet shakas, nëpërmjet hajgarës, tha ma copton derin tim. E pesta vëllezër është e tenafus ala dunya. Garimi në çështjet të dunjas, lakmimi i arritjes së postit. Shkak që të fut në përgojim është lakmimi i postit dhe garimi në dunjë, që dëshiron dikush e shon ndoshta te shefi apo taj direktori i vet, e shon atë tjetrin, e fyn atë tjetrin që të ngritet ky, të bjen në sy. Ti nuk e din ai se si është, ky tjetër nuk e din se si është, ky s'din, ky s'ka provoj, ky kështu, ky ashtu, duke i shajt të tjerët, atë kolegën e vet apo atë bashkëpunëtorin me të cilën është, fillon që ta shon duke lakmuar që të ngritet në pozitë,
Edhe kjo është pra një pikë e cila të fut në këtë smuje të rrezikshme. Mu për atë vëllezër, njeriu është i tillë që nëse nefsi i vet nuk e kuron, nuk e edukon, që të ndalesh, mos ta shohësh dikant, edhe ti jesh i kënaqur me që Allahu ta ka dhëruar, e të intereson haku e drejta e vërteta, atëherë do të angazhohesh me tjetër send. Dhe mendon pastaj se nëse e shon atjetrin aty nëse nënçmon, do t'i përzen ato aty, do të ngren, e kjo me të vërtetë se është pikë e ulët dhe moral jo i pranueshëm. Burat Hasan al-Basri rahimullah tha: "Nafsuka in lam tashghalha bil haqqi shaghalatka bil batil." Nefsi është interesant. Tha Hasan al-Basri rahimullah, nëse nuk e angazhon me hak, ai do të angazhon ty me batil, me të pavërtet. I tillë është nefsi. Nëse s'të intereson haku, nuk të intereson ibadeti, s'të intereson xheneti, s'të intereson ibadeti, as namazi, as xhamia, as haku e drejta, as dersi, as ligjërata, as dobia, as dituria, patjetër se nefsi do të angazhon me diçka. Mos u angazhosh me hak, me dituri, do të angazhon diçka me padobi. Do të merresh me dikan, do të futesh në dikan e cila s'është e drejtë dhe e padobi. E kjo është një shkak e cila të fut pra në mëkat. Pra këto janë ato pika të vëllezër, dhe e gjashta tha është fanatizmi, e cila e bën njeriu që ta shon dikan grupacioni derisa futet deri në atë përgojimin se ky më i dobët, ai tjetri më i ngritur, ky është i kuq, ai tjetri i zi, njëri i bardh, ai tjetri kështu. Këto janë ato fanatikët të cilët janë prezent të njerëzit, e bëhet shkak ndoshta si nënçmim e të futesh në mëkat duke e nënçmuar një vllavin tënd musliman, e kjo është me të vërtetë çështje e rrezikshme. Po kjo është pika me të cilën besimtari duhet që mos të angazhon në vetveten e tij me këto pika sëmundje të cilat janë të rrezikshme, që ta prishin zemrën, po ta prishin dhe moralin. Pastaj nuk je njeri i cili livdrohesh, askush nuk të livdron edhe nuk ta pranon një sjellje të tillë në mesin e shoqërisë, apo në shoqërinë në tubimin, apo në mezhlisin, në rrethin kutije. Për atë pra besimtari duhet që të ketë kujdes që mos të i bën këto 6-9 pika që shkak janë që të fusin ty në gibet. Pika e dytë të vëllezër për atyre kryesoreve, të cilët Hoxha e Ceku tha al-inshigalu bi uyubi nafsihi an ayubi an-nas. Për ta ditur pra pikën kryesore pas asaj tjetër, siç tham, që do të më i kuruar ato shkaqe që të fusin në përgojim në këtë sëmundje, dhe e dyta është të angazhohesh me vetveten para se të angazhohesh me të metat e njerëzve. Edhe për këto kemi folur shumë për këtë pikë, pra ka pasur argumente të tilla e shumë. Pika e tretë, Hoxha tha: mujahadatun nafsi ala luzumi samt, përderisa ti angazhohesh me të metat e vetvetes tënde. Po ndonjëherë merresh dhe me të tjerët, atëherë mundohu që të realizosh këtë pikën kryesore të tretë, ta luftosh nefsin tënd dhe vetveten tënde që të hesht. Moment që të gjuha ka dëshirë, nefsi ka dëshirë të flet për dikan, mundohu që ta luftosh nefsin për të mos fol dhe të hesht. Që ai mos të zhytet dhe mos të njolloset me përgojimin apo me shkeljen e nderit të ndonjë vllavit. Po nëse që ndodh përsëriti edhe nuk mund të hesht, me xhlisi është i tillë, tubimi i tillë, futet në përgojim, çka duhet me bërë? Vjen pika e katërt, e cila është pra e rëndësishme gjithashtu, el-firaru min majalisil ghibe. Të ikish dhe të largohesh nga mezhliset, nga tubimet e përgojimit ku në to bëhet gibet. Për arsye se nëse qëndron ti veç vetveten tënde, ndoshta e ki të je munduar ndoshta me ditë që ta ruajsh, po ndodh pak dikush nga mlefi, ai tjetri dikush nga diçka tjetër, pastaj të fut dhe ty në këtë pikë. E mu për ato vëllezër, pika më kryesore, e cila është si shtesë pra Hoxha këtu që e sjell, që duhet t'ja vendosim mendën shumë, që nëse të gjithë të tjerat nuk të ndalin, atëherë kujtoje pikën e 5. Kjo është me të vërtetë se e bën njeriu pak të mediton e të logjikon. Tha istihdaru halil mughtabi yawm al-qiyam. Le ta parafytyron gjendjen e atij të cilën e bën gibet në ditën e gjykimit.
Paramendohet ditën kur do të dalësh për Allahu xhele xhelalu me atë të cilën e ke bërë gibet. Paramendohet tha Allahu xhele xhelalu çish do të i merr sevapet e tua, do të i transferon te ai të cilën e ke bërë gibet. Je duke ja dhuruar pasurinë tonë të ahiretit që e ke mbushur, je munduar me vepra të mira, e me sevape duke munduar që të bësh mirë e hajër, ti në transferon ato veprat e tua direkt ati tjetrit, ai pa u lodhur sevapet në kontën ati. A nuk është kjo me të vërtet marri që ti ta lodhish vetveten në fund përsëri transferohen ato, po nëse s'ki sevape përsëri të transferohen të këqijat e ti të ti, a në fakt je munduar, je lodhur me ibadete me gjitha, me namaze me gjitha, vjen xhami, ende pa e kry namazin, sa del të xhamia, gibet, përgojim. Hoxha nuk i pëlqen, xhamati si pëlqen, ai tjetri si pëlqen, ky kështu, ky ashtu, nuk i ngihet ala edhe namazin pa e kry. A nuk është ky moral i papranueshëm dhe sa Allahu xhel xhelalu nuk është i kënaqur me atë që e bën. Ibadetin e bën, e përsëri pastaj ende ala pa e kry namazin, ti para xhamis nuk ndalet goja të përgojuar kjetat. Me të vërtetë o vëllezër, se kjo është çështje shumë e rëndë. Besimtari është ai i cili duhet të ketë kujdes se me përgojimin je duke ja dhuruar sevapet e tua në kontën e atij të cilën të përgojon. Ai që të përgojon mos e kider. Por ati i cili ai fol për ty, ti mos e kider. Po i shkreti e humb vetveten e vet. Për atë një herë të vëllezër, një njeri tha Hasan al-Basriut rahimullah, dëgjoni se çfarë fjale, çfarë këshille e ardh për Hasan al-Basriun rahimullah. Që tjetë gjithherë mësim. Vjen një njeri të Hasan al-Basriut rahimullah dhe i tha: "Balaghani annaka taghtabuni." Tha, më ka arritur, tha, lajmi se ti po më përgojon mu. Hasan al-Basriut rahimullah i tha, ti po më përgojon mu. Para mendoj çka i tha Hasan al-Basriut rahimullah. Tha, "Lam yablugh qadraka indi an uhakkimaka fi hasanati." Tha, o ti dashamir, ende nuk ka arritur vlera yte aq e madhe titet e unë, sa unë të ti dhuroj sevapet e veprave të mia me dorën time. Ata sevapet që jam lodh, s'kam rri qeq shumë ti të vlera jote të unë, e unë të ti jap sevapet direkt, të të përgojoj. Mos u bë merak, nuk jam interesuar të ti jap sevapet direkt, ti pa u lodhër, e unë të lodhe me të dhuroj ty sevapet. Shpërblimet veprave të mia. Për atë gjithherë nëse se ke përgojuar dikant, përkujtoj këtë fjalë të Hasan al-Basrit, më thotë, në kishe përgojuar më kebo, o është që mirë, nuk jam interesuar, se dhe na mund bëjmë gibet, dhe na mund të përgojojmë atjetërin, dhe na i dim të metat e dikuje që ndoshta ai nuk i shef në vetveten e vet. Edhe na mund të folim, çka të ndal, pse të duroj sevapet ti pa u lodhur të u lodh. A ti nëse i interesuar që të më i përcjellësh në kontën tëm ato sevapet, bojron urdhno fol sa të duash edhe përgojo. Kjo ishte pra këshilla e Hasan al-Basriut. Gjithashtu një njeri i thot Fudel ibn Iyadit rahimullah, filani po më përgojon shumë. Mua në kuat e Fudel ibn Iyadit tha, filani është duke më përgoju vazhdimisht. U përgjesh Fudel ibn Iyadit rahimullah dhe tha, qad jalaba laka al-khayra jalban, tha mos e ki dert se është duke ti sjellur të mirat, tha kështu pa pengesë, direkt, është duke ti sjellur të mirat dhe duke të mbushur me hajër dhe me sevape. A është të përgoju? Mos e ki dert, se sevapet e ti të rjedhin dhe mu për atë vëllezër, dietarët ishin ata, sidomos këto burrat me të cilët na marrëm mësim, ata të cilët e kishin dert këtë çështje që mos të i transferohen sevapet e lodhjes së tyre të veprave të dikush i cili s'ka pas as një lodhje kur ta shef një ditë paramendohet, se të zemrat të dhem, normal, shpirti të dhem, nëse dikush të përgojon, nëse fol për ty keq pas shpine, mirë po paramendohet ditën e gjykimit, kjo pika më kryesore, paramendohet ditën e gjykimit kur të dalish, fletushka yte e mbushur me sevape pa bërë punë. Habitesh të Allahu xhel xhelalu, pika janë gjithë sevape, filonit ka bogibet, a tjetëri ka shpifa, a tjetëri ka fola, a tjetëri kështu, a tjetëri ashtu, e të mbushet konto yte me sevape pa u lodh, ku ka ma mirë, ku ka ma knësi. Mu përat një herit transmetohet se të Hasan al-Basriu rahimullah vjen një njeri i thot Hasan al-Basriu se filani të ka bërë gibet e të ka përgojuar. Hasan al-Basriu rahimullah e merr një pjatë me hurma
dhe ja dërgon atij për të cilën thanë se e ka përgojuar. E tha, çka janë këto imam? Tha, dua të të falenderoj e të të shpërbleruar se vape hedije plot, kaq kam, nuk kam mundësi të t'jap shumë ose të të vlerësoj ose të të shpërblej më shumë se sa që të pjatën me hurma, pasi që ti më kishe përgojuar, e mi kishe dhuruar ato se vapet, pa u lodhur hiç, edhe unë dashta të të shpërblej diçka dhe të të dhuroj diçka hedije, pasi ti më jep ato shpërblimet e veprave tua, unë po t'jap pra hurma se s'kam me çka të shpërblej tjetër. Pra kjo është ajo vëllezër për të cilën njeriu duhet që të ketë pra kujdes. Na mos t'jemi ata të cilët përgojojmë. Na mos t'jemi ata të cilët lymi. E nëse dikush të përgojon, mos u mërzit. Se vapet të vinë, të mirat dhe shpërblimet direkt në kontu. Te Allahu xhelle xhelaluhu do t'i gjesh një ditë. Abdullah ibn Mubareku rahimullah paramendohet çka tha. Aq shumë ishin të kujdesshëm, subhanallahu, tha, "Law kuntu mughtaban ahadan laghtabtu walidayya li'annahuma ahaqqu bihasanati." Abdullah ibn Mubareku rahimullah tha, sikur të isha që do ta përgojoja dikant, do t'i përgojoja prindrit e mi, se ato janë më të denjë për të i marrë sevapet e mia. Sikur t'ja kisham dhëruar dikuj sevapet, kisham qenë që do të bësh në gibet, ta përgojoj, mas pari t'ja jep sevapet, e jepshëm prindërve të mi, ato do t'i përgojojsha, pra nëse përgojimi të kishte qenë në halal, do ta përgojojsh në prindrit e mi që t'i jep atyre sevapet dhe t'ja u dërgoj atyre sevapet. Pra Abdullah ibn Mubareku një herë i thot Sufjan ath-Thaurit rahimullah, tha, "Ma ab'ada Aba Hanifata min al-ghiba." Tha, o imam, këto dy burrat më dhej, para mendo, ta bëjnë të mëdhej, të shkudi thot, subhanallah, sa i largët Ebu Hanifja nga përgojimi. Ebu Hanifja në dini të gjithë. Tha, as armiqt e vetë nuk i përgojon. U habitnin me gjestin edhe me gjendin e Ebu Hanifes, tha, as për armiqt e vetë nuk fol. As armiqt e vetë nuk i përgojon. Po përgjithë Sufjan ath-Thauri rahimullah tha, "Wallahi huwa aqalu min an yusallita ala hasanat." Ai Ebu Hanife rahimullah tha, është më i mençur dhe më i aftë se sa t'ja dhuron sevapet e tij armiqve të tij. Ti shtin pronë sevapeve të vet, sikur me ja hap konton armikut do të merr nga konto jote, të cilën ti e ke mbushur me lodhje. Po ai është i mençur dhe është i afshëm, e t'ja dhuron sevapet armiqve të vet. Për atë vëllezër, njeriu është i tillë ai i cili gjithherë mundohet që ta rregullon gjuhën e tij, e të mundohet që ta ndal e mos të i transferon sevapet e tij, dhe gjithashtu nëse këto nuk të ndalin, përkujtoje se këtë gjuhë që Allahu xhelle xhelaluhu ta ka dhuruar është nimet dhe begati e Allahut xhelle xhelaluhu. Subhanallahu, habitem se non stop vazhdimisht jemi duke u shpjeguar dhe duke mu munduar ta kurojmë në vetveten tonë, jo se foli unë këtu dhe tash na nuk bim në gibet. Do shta mas shumë të jemi të ngarkuar me këtë sëmundje, hoxha, haxhie, plake të gjithë, por dëshira është që na, unë, tia i tjetri të gjithë, ta shërojmë vetveten tonë nga kjo smuje, e cila me të vërtet pastaj shumë pikëllim në zemër të fut. Prishje, largim, të zbehe dhe nga adhurimi dhe nga ibadeti, nëse këto nuk të ndalin, atëherë kujtoje pikën e cila është pika e 6 kryesore, shukru ni'metil lisan. Përkujtoje që ta falenderojsh begatin, bekimin e gjuhës që Allah ta ka dhënë. Vetëm kujtoje se këtë gjuhë që livrit, edhe që nuk e lën nder të njerëzve pa e marrë në përgojë, dhe pa përgoju e s'ken shton askush, filani, halani, ky tjetri, ai tjetri, ky tha, ky boni, ky s'intereson, ai tjetri intereson. Kujtoje se këtë mirësi që Allah ta ka dhuruar për me fol, nuk ta ka dhuruar që ti të i çkysh nderat e njerëzve, të i coptosh nderet e njerëzve, e të i përgojosh muslimanët, pa ta ka dhuruar që ta përmendish Allahun, shfrytëzoje këtë nimet aty ku Allahu xhelle xhelaluhu është i kënaqur, që mos të jesh që ta kthesh shpërblimin e të mirës me të keqe. Allahu xhelle xhelaluhu tregoi në Kur'an, tha, "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan." A është shpërblimi i të mirës përveç se me të mirë? Këtë mirë që ta ka dhuruar Allahu, bën mirë me këtë gjuhë. Fol mirë, bën dhikr, bën diçka, lexo Kur'an, mundohu ta folësh një fjalë të mirë, pse se e kthen me të mirë. E ta kthesh të mirën me të keqe, kjo me të vërtet se është mjerim, derisa dëgjoni një herë të Hasan al-Basrit rahimullah, Ebu Saidit, e pyetën dhe i thanë kështu, ja Ebu Said, Hasan al-Basrit rahimullah,
Thanë, men ashaddu nnasi sarahan yawm al-qiyama, apo sirahan yawm al-qiyama, apo surahan yawm al-qiyama, në gjuhët të cilët janë ardhur pranë shqiptimit të gjuhës arabe, tha kush do të jetë nga njerëzit mas shumti që do të pisket dhe do të bërtet me Zot lart në ditën e gjykimit. Do të pisket mas shumti në ditën e gjykimit. Hasan al-Basri rahimullah tha kështu o vëllezër: rajulun ruziqa ni'matan fasta'ana biha ala ma'siyatillah. Tha mas shumti që do të bërtet dhe do të pisket me Zot lart ditën e gjykimit, tha është ai burr të cilët Allahu xhella xhelaluhu i ka dhuruar begati, nimet, e ka furnizuar me një begati të madhe, është ndihmuar me furnizimin e Allahut për t'i bërë mëkat Allahut. Përgjithësi, jo vetëm te gjua. Allahu të doron rrezik, të doron mirësi, e ti ta shfrytëzosh atë mirësi që ti ndihmosh me mirësinë e Allahut, me rrezikun e Allahut që Allahu të ka dhënë, ta shfrytëzosh ato në mëkat të Allahut. Do të piskasin mas shumti, tha, dhe do të bërtasin mas shumti në ditën e gjykimit, tha Hasan al-Basriu rahimahullah. Pra një herë te Abu Dardas i patën thonë për një grua e cila ishte me gjuhën shumë të zgjidhur, s'linte njerë pa marrë në përgoj e pa përgojuar, tha vallahi kjo të kishte qenë me mec ma mirë për ta se sa që nuk i len që në qësit qohet mëngjes len deri në mbrëmje pa marrë njerë në përgoj. Pika e 7, të medituarit në emrat e Allahu xhella xhelalu. Kur ta përgojesh dikan, kur të folish për dikan më sheft, atëherë dije se dikan e kije mbi këqyrës. Dikush është duke të përcjellur. Ajo është dëshmitar e një ditë, ai që të përcjell do t'i nxjerrë. Përderisa sot nuk je në gjendje t'ia thuash një vllavit tënd ndër sy, para syve, që ti të i thuash atij se e bëre këtë gabim e kështu e kështu, pse pas shpinësh fryhesh dhe nuk i nalesh të fol. E ja thuja në prezencë nëse e don për hir të Allahut që ti ta përmirësosh atë vëllai. Këtë gabim me të vërtetë e kemi gjithna. Rasmi zhytmi në këtë gabim. Hoxha Haxhi dhe të gjithë. Kënaqemi me fol mbas shpine, a nuk e marrmi guximin që ta këshillojmë ndërsa ti thëmë vëllai, me të vërtetë du për hir të Allahut mos e bëj çka ti. Kjo është që na të jemi të kujdesshëm o vëllezër te pika e 7 që të meditojsh rreth emrave të Allahu xhella xhelalu. Allahu është ai përcjellsi. Gjithashtu, ajo e cila të përmirëson në këtë pikë, tha është al-muhafadhatu ala salawat. Ruajtja e namazeve edhe të mundohesh të kapesh për sadaka, të japësh sa më shumë sadaka. Kur bën ndonjë mëkat, kur bën ndonjë gabim, jep sadaka, edhe inshallah Allahu xhella xhelalu që të largon të jesh shkak ajo sadakaja e të largon të ta fal për shembull atë mëkat. Gjithashtu ruajtja e namazeve. Namazi është ai i cili të ndalon nga e keqja, të ndalon dhe të pengon nga të këqijet e të irrituarat. Allahu xhella xhelalu këto e tha në Kur'an, kur tha inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Allahu xhella xhelalu tha se namazi padyshim se është ai i cili të ndalon dhe të pengon nga të këqijet. Po mirë dikush që shtomi të na, po filoni edhe falet edhe vjedh edhe bon edhe kështu. A ka hajër ky? Është pyetur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vëllezër edhe për këtë. Në hadithin të cilën e transmeton Imam Ahmedi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, tha se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një herë të një njerëz dhe i tha inna fulanan yusalli al-layla kulla fa idha asbaha saraq. Tha filoni falet gjithë natën. Tha nuk e lën natën pa fal namaz. Para mëno namaz nafile, tha si të dalën në mëngjes, si të gdhinë në mëngjes, vjedh. Grabit, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se yanhahu ma taqul aw qala satamna'uhu salatu. Tha pejgamberi mos e ki dert se do ta ndal çat që i duke thonë, nëse ai fal gjithë natën do ta ndal një ditë, do ta vrasë shpirtin e tij një ditë, aja e keqe me të cilën është e bë. Ky që i fal namaz, që i bie në sejdë Allahut xhella xhelaluhu, do ta ndal namazi i tij. Pra gjithë kjo është vëllezër që na pastaj të përkujdesmi pika kryesore e gjithë kësaj e fundit të cilën e ceku hoxha, edhe kjo është pika e 9, kathratu dhikril maut. Nëse dëshiron që të gjithë këta nëse nuk të largojnë qëto pikat, të cilët janë shumë kryesore nga kjo sëmundje e përgojimit, atëherë mos harro që ta përkujtosh vdekjen vazhdimisht. Përkujtoje vdekjen sa më shumë. Dhe subhanallahu keni pa jemi ardhmë me një kohë që me të vërtet e ndigjojmë edhe se vdes dikush nuk marrë me mësim, edhe nëse prezanton vdekje nuk marrë me mësim, edhe në xhenazë nuk marrë me mësim.
a kurse të vjetrit, të burrat të cilët Allahu xhalla xhelalu i la shembull për ne ato, mirëshin shembull dhe nuk e anashkalonin për kujtesën e vdekjes. Nëse përkujton vdekjen, me njëherë diçka ta ndal zemrën, ta zbut zemrën. Nëse e shef një vllavin të gabim, sa të bësh gibet për to, sa të folësh për to, thuaj, unë do vdes, do t'jap llogarini ditë për to. Para pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u vëllezër, për të i prishur ata qefet, ato kënaqësitë të cilat futesh edhe e njollos gjuhën tonë për të bërë gibet e për të cenuar ndërët e njerëzve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Imam Tirmidhiu, nga Abu Huraira radhiyallahu anhu tha, që e keni dëgjuar tash ka sjellë disa hadithe këtu hoxha, nuk do t'i cekë ato hadithe se kemi dëgjuar shumë, po shkurt pak pjesë ku do të thon preket kjo temë dhe mbaron inshallah tema me këtë pikë të fundit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra tha ekthiru min dhikri hadimul ladhat. Shtoni sa ma shumë për kujtesën e atij prishtësit të kënaqësive, kputësit të kënaqësive, ai i cili ta shkatërron kënaqësinë, pra është vdekja kur e mendon se një ditë do të vdes dhe unë. Edhe sa vite të kanë ngelur, ose edhe sa qaste të kanë ngelur, nuk mundet ti të jesh në një mosh të arritur, ndoshta bukur të mirë, edhe pastaj mos ta kujtosh vdekjen, edhe mos mendosh se një ditë do vdesësh, edhe mundohesh ta kapish të gjithë dunjon, edhe të i përmësosh të gjithë njerëzit se ky s'bën, ai s'din, ai s'merr vesh, ky tjetri s'din, ky tjetri fejnë ma prish, gjithherë të munduar, në fakt ti ki nevojë mas shumë ti të bësh për fejnë Allahu xhalla xhelalu. Ruje fejnë Allahut, ruje fejnë tonë, ti ruje vetë, se arrit moshën me të cilën ndoshta, nëse i arrin 60 vite, ka një hadithi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që Allahu xhalla xhelalu ka ngritur arsyen nga ata të cilët i kanë arritur 60 vite. Pse? Ke pas hoxhallar, ke pas dietar, ke pas alima, ke pas mësuesa, ke pas fe, ke pas xhami, të gjithë në fund mos arrish që ti ta shpotësh vetveten tonë për zjarmin e xhenemit. Me të vërtetë është o vëllezër, është çështje e tmerrueshme. E na duhet që mas shumë ti, si të vetes dhe si na, se na nuk jemi larg këtyre, që na nuk vdesim. Dhe na do të vdesim e do të dalim para Allahut xhalla xhelaluhu një ditë dhe do të japim llogari për çdo të madh dhe çdo të vogël. Mu bëra të vëllezër, tha Hasan al-Basri rahimullah, burri i cili na jep këto këshilla të mëdha shumë. Tha ma ra'aytu aqilan qat. Nuk e kam pa një njeri të mençur që ai mos ta përkujton vdekjen dhe mos të ketë frikë prej vdekjes. Mos të ketë dro prej vdekjes se do vdes. Një njeri i mençur, ai e ka frikë një ditë se do vdes. E din se një ditë do të vdes, do të shkojë te Allahu xhalla xhelalu. Ai që si intereson vdekja nuk logjikon, nuk është i mprehtë. Hadithet i kemi shumë dhe i ka sjell hoxha këtu që ka thënë pejgamberi kush është i më i mençur i njerëzve, ai që më shumë të përkujton vdekjen ishte me radhë, domethënë s'është tema që të zgjerohemi në to, por është tema se si ta përkujtojmë vdekjen që të na largon nga mëkati ose të këqijet të cilën na jemi aty. Por ata Omar ibn Abdul Aziz rahimullah vëllezër ishte ai njeri i cili i tubonte fukahat, dietarët, hoxhallarët i mbledhten në mezhlis për natë. Dhe i shtinte ato që ato të fillojnë e të përkujtojnë vdekjen dhe të i binë argumente, tha dikush për ahiretin, dikush për kiametin, dikush për zjarmin e xhehenemit, dikush për vdekjen, tha fillonin të qanin në mezhlisin e Omer ibn Abdul Azizit sbashku me gjithë ata fukahat, me gjithë ata hoxhallar që ishin të ubim aty në mezhlis, tha sikur me qenë një xhenaze në mesin e të ubimit të tyre. Përkujtonin vdekjen, se cili duke u përkujtuar se si do të vdiset një ditë dhe si do të dalet para Allahut, tha ato ishin në mezhlis që e përkujtonin derisa ashtë shumë qanin sikur me pas xhenazën në mes. E këto burra pastaj ndryshe veprat i kanë pas. Për atë nëse ti je një vëlla i devotshëm, thirrën një vëlla i cilën din, thirrën një hoxh, thirrën një fukaha, thirrën një këshillues në mezhlisin tënd dhe thuaj na fol be vëlla pak për vdekjen e përkujto. Dunjon mos ma përkujto vëlla, mos u bëj gibet se dunjon e di vet. Mundohuna për të i di ato çështjet. Folëm vëlla për ahiret. Tregon për zjarmin e xhenemit si shpëtoi, tregon për xhennet, si do të vdes një ditë. Kto tregon më? Kto nuk e di se për dunjon për të tjerë mos më tregoj se i di ato, di vetë se si të fitoj. Për ato vëllezër, tha Ash'ath Abdul Malik al-Hamrani, tha kur hinim te mezhlisi Hasan al-Basriut, ky burri që na i dha gjitha këto këshilla. Tha nuk ishte mezhlisi i tij kur u futnim te ai që ta vizitojmë kur
u shoqëronin me Hasan al-Basriun, kur hyshim tha te Hasan al-Basriu rahimullah, fa innama huwa an-nar wa amru al-akhirah wa dhikru al-maut. S'kishte tha bisedë Hasan al-Basriu diç tjetër vetëm se ai folte për zjarrin e xhenemit, për ahiretin, për vdekjen. Që këto çështje, kurse te na është ndryshe. Ikbe peti ahireti, zjarri i xhenemit, bollmo, na lodhe dhe na do të metu o vëllezër, mirësinë e kemi, dunjon e kemi, mos ta humbim atjetër. Ajo e cila na vjen, se këto të mirat Allah që na i ka dhuruar, na do të pyetemi, po me këto të mirat ta shfrytëzojmë e të fitojmë, të vdesmi me iman një ditë, e të shpëtojmë te Allahu xhelle xhelaluhu. Një i urt, një dietar prej të urtive të mëdhenj në vëllezër i tha një vllavit vet: "Ya akhi ihdar al-maut fi hadha ad-dar apo fi hadhihi ad-dar qabla an tasira ila darin tatamanna fiha al-maut fala tajidhu." Subhanallahu, merrni këtë këshill me të cilën me të vërtet një dietar i urtë i tha vllavit vet, tha: "O vllavi im, ruju vdekjes në këtë shtëpi, në këtë botë. Ki kujdes, mas vjen të kapë në vdekja në këtë botë, tha, para se të shkësh te ajo bota tjetër me të cilën do ta shpresësh të vdesësh, por nuk do ta gjesh. Kujdes, ki kujdes, frigju vdekjes këtu, për të cilën ti këtu do të bzen vdekja dhe nuk mund me ikë. Para se të vjen ajo bota tjetër me të cilën do ta shpresësh vdesësh, por nuk do ta gjesh vdekjen." E kjo subhanallahu është me të vërtetë për të medituar. Gjithashtu Ebu Hazim Selamet ibn Dinar tha: "Çdo vepër e cila të bën që ty ta urrësh vdekjen, largohu prej asaj vepre, pastaj vdes kur të duash, tha, nuk është problem." A ke po? Nëse është një vepër që ty të bën ta urrësh vdekjen për to, për shembull nëse përgujon shumë, ai e me atë gjendje i kënaqur që të vdesësh, kështë Allahu xhelle xhelaluhu ai rrosur me sëmundjen e përgojimit, si i kënaqur të vetë shpirti jo, nuk është i kënaqur. Nëse nuk je me namaz, ai e në gjendje që ti të vdesësh apo të takosh vdekjen dhe ti pa namaz, si i kënaqur, nuk dëshiron. Për atë tha Ebu Hazim Selamet ibn Dinari rahimullah, tha: "Çdo vepër që ty të bën ta urrësh vdekjen dhe zënë shkoki se e ki ato, largoje ato, vdes kur të dush rahat." Cilën do vepër nëse na logjikojmë, kjo e namazi, kjo e tjetra, kjo e tjetra, gjuha, gibeti, namaz, gjitha ato veprat të cilat mirë, të cilën nëse na nuk i kemi, nuk shpreson takosh me Allahun atëherë, lej ato, vdes ta kur të duash, nuk është problem. Pejgamberi selam për në fund, hadithe dica tjera domethënë të cilat i ka sjellur, i keni dëgjuar shumë, ato nuk humbim kohë, por pejgamberi selam një hadith në fund e lidhi për kujtesën e vdekjes së vëllezër me ruajtjen e gjuhës. Sikur që erdhi një njeri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i tha: "Aidhni wa awjis." Ja Rasulullah, më jep një këshill për mbledhëse. Pak shkurt ta mbaj mend. Tash normal la këtu shumë kur folim, hupin edhe këshillat, ato pika 10 pika aty, 5 këtu, cilën ta mbaj mend. Pse tham, më mirë i merr i shkruan ose në telefon ose në flet, që ta mbaj mend s'pagu se kur folet shumë normal që i harron. E ki tha ja Rasulullah, tregom diçka pak, një këshill për mbledhëse ta mbaj mend, e që të bënoj pejgamberi selam para menoj çfarë këshilli dha. Nëse e marrëm që të këshill, na mjafton prej sonte neve që na të jemi të kujdesshëm. Pejgamberi selam tha: "Idha qumta fi salatika fasalli salatal muwadda." Nëse ngritesh për ta falur namazin, falë namazin e lamtumirës, sikur ti e fal namazin e fundit. Nëse e fal namazin se ta falësh yatsin, ndoshta më nuk më rrin të falësh yatsia e tjera. Falë sikur me qenë ky namazi i lamtumirës tonë dhe mos të ndash për kësaj dhunjaje. Tha: "Wala tatakallam bi kalamin ta'tadhir minhu ghada." Tha: "Dhe mos fol me ndonjë fjalë për të cilën i bie pishman nesër për atë fjalë. Mos e fol një fjalë që pastaj dosh me arsyetuar nesër s'ke kështu, se thash kështu, s'u desh ashtu." Gjithherë nëse e kemi në kontroll që të dyja, me të vërtetë se pejgamberi Allahut e lidhi këtë këshillën për mbledhëse. Ruaje namazin tënd, fale me atë frikë, sikur ti do të jetë lumtumira jote e fundit. Ruaje gjuhën tonë dhe mos të folësh me ndonjë fjalë e pastaj je nga ata burrat të cilët me të vërtetë ki turb nga Allahu ashtu sikur që meriton. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin tjetër tha: "Men istahya min Allahi haqqal haya." Kushdo i cili ka turb nga Allahu ashtu sikur që meriton ti turpnohesh Allahu xhelle xhelaluhu, tha: "Le ta ruan kokën, falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a." Le ta ruan kokën dhe ato të cilat i përmban koka, pra me synin, gojën, ato të cilat i përmban koka.
Tha, "Walyahdhil batna wama hawa", le ta ruan barkun e tij dhe ato të cilët i me lej dhe i grumbullon barku prej harjes harame kështu me radhë. Tha, "Walyadhkuril mauta wal bala", dhe le ta përkujtojnë vdekjen dhe përfundimin me të cilën ai do ta përfundon jetën e tij. Pra me këtë kapitull Hoxha Ulezër e përfundoi, pra me këtë hadith apo të këtë temë të themi, këtë kapitullin e parë me të cilën shpresoj që të jetë mësim për ne. E kushdo i cili dëshiron që gjithherë ta rikujton vetveten, mundet ju kthehet ligjeratave me të cilët kapitulli i parë përfundon me 23 ligjerata. E inshallah shpresojmë me lejen e Allahut xhela xhelaluhu e pastaj të futemi në kapitullin e dytë, me të cilën është me të vërtetë dhe shumë më i rëndësishëm se sa çështja ku folëm, domethënë me përgojimin e rujtjeve të vetës si hak, pastaj fol Hoxha për edukatën, për sjelljen me të cilën duhet që ta kemi me zveti, që me të vërtetë ajo na ka humbur, e do të sjell pastaj argumente, do të sjell shembujt dhe titujt të cilët do të vinë ato nën kapitujt, të cilët me të vërtetë se janë shumë të nevojshme për ne. Ne folim këto me këto kapitull që ka përmbledhur ato çështje që na i kemi më nevojë për ne. Na duhet neve që na ta përmirësojmë gjendjen tonë, moralin tonë, sjelljen tonë, etikën tonë, në vetvete, me prindërit tonë, me shtëpinë tonë, me shoqërinë tonë, me vëllezërit tonë, edhe do të marrim mësim se si kanë qenë dhe pejgamberët e Allahut dhe se si kanë qenë ato burrat e mëdhenj kështu me radhë. Inshallah shpresojmë që të jetojmë nëse Allahu xhela xhelalu ka caktuar për ne takim në vijim. Lutë Allahun xhela xhelalu që Allahu të ju shpërblen për sabrin dhe durimin të cilën e keni bërë, që me të vërtetë ndoshta tema e gjatë ju ka lodhur duke folur rreth përgojimit, rreth përkushtimit me vetveten, mirë po mendoj që është një çështje e cila ka ngelur, edhe se do të na duhet vazhdimisht kur ta kemi ose kur ta ndijmë zemrën tonë që ajo u ka vrashtësuar, të i kthehemi ndoshta shpjegimeve apo një hadith apo një ajet apo një fjalë të një dietarit, nëse e merr nga këtu dhe e ruan për vetveten tonë që të ecim e të largojmë disa veti të cilët nuk janë të lakmueshme dhe nuk janë të mira, e të cilët janë prezencën tonë, prishin zemrën tonë, prishin shpirtin tonë, prishin moralin tonë. Lutë Allahun xhela xhelalu që Allahu të na përmirëson, edhe Allahu xhela xhelalu ta pastron zemrën tonë, e ta pastron moralin tonë, edhe të na pastron një herë e përgjithmonë nga kjo sëmundje e rrezikshme e përgojimit. Allahu ju shpërbleft që bët sabër dhe dëgjuat, dhe lutë Allahun xhela xhelalu që Allahu kështu sikur që jeni të buar, të takohemi në xhennetet e tij një ditë. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.